Shqipëria mund të përjetojë të njëjtën situatë si disa vite më parë, kur pas fillimit të luftës Rusi-Ukrainë, shumë qytetarë nga këto vende erdhën në Shqipëri jo vetëm për turizëm, por edhe për të bler prona dhe për të jetuar në vend. Tashmë që konflikti në lindjen e mesme po përshkatëzohen, Shqipëria mund të përfitojë duke përthithur më shumë turistë nga këto vende. Ne, me thonë drejtë, mund të kemi edhe një farë interes në këtë mes, sepse mjaft tregje që operojnë tregjet fuqishme pra që janë prezent në Shqipëri, si tregu polak, gjerman e tjerë, po kërkojnë shtim dhomash për shkak sepse e shohim me rrezik udhëtimet dhe pushimet. Sipas të dhënave nga aeroporti i Tiranës, gjatë vitit të kaluar, rreth 6% e totalit të pasagerëve që mbërriten në Shqipëri ishin nga vendjet e lindjes së mesme, një përqindje që pritet të rritet ndjeshëm gjatë këtij viti. Ju e dini që Dubai ka një turizëm të jashtëzakonshëm, pra Emiratet, por edhe Turqia dhe Egjipti kanë pasi parë, ka pasi ndikime dhe këta vende dhe kështu që mjaft klient, le themi nga tregjet europiane spaku, me cilët ne operojmë, po kërkojnë partnerit tanë që të spostojnë udhëtimet e tyre. Për herë të parë në 5 vitet e fundit, numri i turistëve në bazë mujore ka regjistruar rënje sipas të dhënave të Institutit të Statistikave. Megjithatë, kjo nuk pritet të ndikojë në totalin vjetor, pasi sipas Unionit Turistik, numri i turistëve në Shqipëri pritet të rritet me rreth 6% deri në fund të vitit.